Qife. Ora mos prek në moment dorë. Shpëllaj gojën. Mos e zgjat. Mos e zgjat. Ke godit ti. Bashkë me to tjerë. Ti se do vi tjera, do vi. Je burri mirë ti. Jeni shndruar në bank. Jo, s'ka kështu do me kalu kështu. Se funksiononi si bank, funksiononi si suqër shtetëror. Shkoni atje, ikni tutje katolikit. Shkoni, meri të rriqit për një. Broni e qytetarë, s'keni turp. Por kë vini, pra Edi Rama vini këtu ju. A kuptoni se do jetë që tjetën Edi Rama me Grisa Gasin? Keni marrë urdhën, keni godit direkt në sy liderin e opozitës. Ju. Jo gjithë ju, po një nga ju, një bandit që keni brenda ju shtu. E kemi të filmuar, do t'a paguani. Tash pas kaldite, do t'a paguani shtrejt. Sepse nuk jeni shërbëtor të ligjit, jeni mercenar të krimit organizuar. Aty po i shërbeni. Tërheq kush është, tërheq shpejt e shpejt, policët largoni tuti. Ec. Largoni policët. Merru tash shpejt e shpejt largoj. Menaxhoj dhe largoj tuti. Ec. Ka pasur një situatë tjetër të tensionuar, nuk mund ta themi më pa precedent, sepse është një situatë që është përsëritur në disa protesta e akteve të dhunës edhe ndaj deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë, deputetëve të opozitës. Zoti Boçi u tha efektive pak çaste më parë se kanë goditur, pra kanë qelluar ata, ndërkohë zoti Noka përmendi një rast dhe tha do të ndalemi, kemi edhe me pamje se si keni dëmtuar në sy liderin e opozitës. Sepse nuk mund të rri më ky kriminal në krye të qeverisë. Dhe hoqët një narkotrafikant keni vënë një vrasës politik në krye të policisë. Ndaj mos merrni urdhra për këtyre. Sepse gjithë secili për ju ka familje. Edhe juve taksa Rama 2200 lekë ju ka shtuar karburantin, jo vetëm qytetarëve thjesht. Edhe juve çmimi i ushqimeve ka shtuar në ekstrem. Edhe juve i vuani këto pasoja. Pa mos u bëni mercenar. Bëhuni qytetarë që shërbeni ligjit. Largoni tuti. Largoj, nuk kanë punktu. Megjithatë vlen të saksohet edhe një herë ajo çfarë ndodhi më herët, shkopinët e Gomës që e kemi parë që janë drejtuar drejt protestuesve apo drejt deputetëve, do t'jetë Fation Gjinaj që na e rikthen dhe një herë atë moment, ndërkohë distancohen disi efektivët e policisë.